Si ka rezultuar ky vit për ju në fushën profesionale të punës? Më shumë se sa vjetë të sëmur, apo më pak? Keni bërë një bilancë? Po kemi bërë, po. Ka qenë pak më i shtuar, po ka qenë për neve me ato kënaqësitë shpirtërore që fiton njeriu kur bën një punë të mirë. Për shembull, ne kishim një njeri i cili kishte harxuar shumë lek, me vërtet, për një problem që ne e quajtëm qesharak. Pra, duke vajtur vlera afërsisht rreth 100.000 euro, edhe neve e trajtuam aty me 2 produkte që ai me vërtet ngriti duart kështu dhe u habit, tha, se pas kam ditur këtë gjë, tha. Pra, i bëj një fryrje e barku kështu, që për neve ishte ky herpes zosteri, e trajtuam për 15 minuta, e njeriu bë mrekullisht mirë. Pra, nga 2 vite që të flinte në karrige, edhe për 15 minuta, sa qa ka ndodhë me mua. Do të konsideroni dhe keni veçuar si rastin tuaj, ndoshta që bën më shumë. Po ka plot për shembull, plot të tjera, po midis tyre ky ishte këto ditë e fundit. Dhe ne sigurisht që në fillim për këtë problem menduam ta trajtonim, e trajtuam aty në klinik, pak shpejt, kur ai vuri duart kokë, tha, o Zot, tha, çfarë po ndodh me mua? Ndoshta jemi në atë fazën kur nuk zbulohet fillimisht shkaku i një sëmundje të caktuar dhe merremi vetëm me pasojën? Po, më kujtua thënia e një mjeku amerikan që thoshte sëmundjet nuk janë aq të vështira dhe aq të rrezikshme sa duken, po bëhen, thot, nëse nuk i trajton në mënyrën e duhur, ose nuk gjën fik, po kush është shkaktari?